Të gjithë e dim punën e këngëtarës Ganimeta Abazi dhe të gjithë e njohim atë si individ. Gjithashtu dim se ajo bëri një pauzë disa vjeçare duke u tërhequr nga bota e showbizit dhe muzikës. Sipas Ganës, arsyeja vetme për këtë pauzë është se ajo kishte nevojë për pushim dhe këtë ja arriti. Ajo tregon se gjatë asaj periudhe ka shfrytzuar kohën maksimum duke e kaluar me shoqërinë dhe familjen, edhe udhëtuar për të vizituar familjarët që gjenden jashtë Kosovës. Duket sikur ky pushim i ka bërë mirë këngëtarës, pasi ajo tani është kthyer me një freski dhe energji shumë të madhe dhe pozitive. Gania së fundit ka realizuar një projekt të titulluar Forca e Fatit në bashkëpunim me Koljo Roshin. Teksti dhe muzika e kësaj këngë është krijuar nga Ilir Berani ndërsa orkestrimi nga Ardian Kasrati. Realizimi i videoklipit është bërë në Shqipëri nga Max Production. Gania na rrëfeu se ideja e këtij bashkëpunimi ka qenë e Kolës ndërsa është mundsuar nga Ilir Berani. Kënga dhe videoklipi janë publikuar para disa ditësh dhe po arrin një sukses të konsiderueshëm në YouTube, për cilin ajo ndihet mjaft e kënaqur. Pasi që Gania ka prekur të dy periudhat e botës së muzikës, atë para luftës dhe pas luftës, ajo tregon ndryshimet që kanë ndodhur në estradë dhe sa ishte e vështirë rikthimi në skenë për një artiste. Si të gjithë këngëtarët që kanë një karrierë të gjatë muzikore, dhe ajo me shumë nostalgji kujton kohrat e hershme të muzikës dhe ngjarjet e ndryshme që i përjetoi në atë kohë. Ganimeta Abazi premton se tani nuk do ndalet dhe se nuk do të ndryshojë. Është po ajo që ka qenë më herët, vetëm në një kohë tjetër. E sa i përket planeve që po bën për veten, ajo zbuloi se ka përfunduar dhe një këngë të kompozuar nga Chipsi dhe me videoklip nga Urban Graphics që pritet të lansohet ka fundi muajit maj. Ajo gjithashtu tregon se tani do të rikthehet në festivaleve dhe eventeve të ndryshme muzikore dhe artistike. Gania, përveç muzikës me qenë se kohëve të fundit jam më shumë e angazhuar me muzikë. Normal që edhe studimet me fakultet normal edhe ajo, po më shumë jam kyç nga bota ime e muzikës edhe po mundona me dhënë maksimumin me projekte të reja, me videoklipe të reja, me punë që ai rikthimi jam të jetë i suksesshëm, ashtu siç jam mësuar me pa banën aktive, po du shkurt me dhënë më shumë për kushtin e muzikës. Faleminderit shumë. I falenderoj Zotit dhe Mosfare, kështu që sa të mundem po vazhdoj kështu. Kërkon? S'kemi menduar asnjëherë për konkurrencë. Unë mendoj që konkurrencë më shpreh, secili është këngëtar në ato mënyrat dhe domethënë dashuria e adhuruesve i ka secili. Unë e du për shembull e donën ai ato, domethënë konkurrencën nëse ty don më shumë publiku apo është me rëndësi na me sjell vlerat e publiku. Është me rëndësi na me punu që publiku më doj kënaqur prej neve. Unë s'mendoj konkurrencë asnjëherë. Se kam atë shpirt që me mendu keq, me thonë kë konkurrencë, ja, se ko mendu asnjëherë. Unë veç mendoj me punu mirë edhe me sjell kvalitet të publiku edhe mu do të kënaqen ata çka na i sjellëm, se do të me mendu mirë, çka po mendon, qysh me bën këngë deri finalizimi i këngës ti po kalon një periudhë shumë të vështirë. Edhe tash me mendu në te konkurrencë asnjëherë s'ko mendu se s'm pëlqen që me mendu. Unë e mendoj veç publiku më do i kënaqur, ndonë me projektin tem dhe krejt bashkëpunëtorët e mi më do të kënaqur. Për mua është suksesi më i madh ai, a për konkurrencë asnjëherë s'ko mendu. Sinqeritetin mendoj. Unë e po mendoj tash thjeshtësi. I falenderoj shumë juve, së pari, që ma keni dhonë mundësin faktikisht edhe keni vlerësu punën deri tash që e bane, që ma keni hap derën, edhe si zakonisht gjithmonë dera hapur është në televizionin Ziko, se me të vërtet jeni një televizion shumë i mirë, një televizion me vlera dhe ju uroj shumë suksese.